Nga ky moment fillon numërimi I votave për të parin e komunës së Haraqinës. Në garë janë 4 kandidat. Edhe pse ende nuk ka përfunduar procesi I numërimit të votave, njëra nga partitë ka filluar të festojë fitoren. Menjëherë pasi komisionerët bën numërimin e të gjitha fletëve të votimit, u mësua dhe emri I kandidatit I cili do ta udhëheq për 4 vitet e ardhshme komunën e Haraqinës. Festa filloi. Ishte shtabi I Lidhjes Social-Demokrate, përkatësisht I kandidatës Milikia Alimi, të cilët po I gëzohen fitores në Haraqin. Banorët të shumë të komunës së Haraqinës kanë dalur të festojnë fitoren e Lidhjes Social-Demokrate dhe kandidatës së tyre për këtë komunë, zonjën Milikia Alimi, e cila siguroi fitoren që në raundin e parë për të udhëhequr këtë komunë brenda 4 viteve të ardhshme. Një ditë pasi ka përfunduar procesi zgjedhor, banorët shprehen të kënaqur me atë se gjatë ditës së zgjedhjeve nuk ka pasur asnjë incident dhe kurrfarë parregullësie. Ata shpresojnë se kryetaria e re e komunës do të punojë në përmirësimin e kushteve për jetë. Po pritni diçka më mirë në boft. Nevoj ka shumë Haraqina. 5 kryetarë janë kanë, kur gjën s'kanë bën. Ndryshimin më së pari numër 1 se pislëki na mushi neve smuet kanalizacimin edhe ujin. Çështo. Ndërsa, kryetaria sapo zgjedhur për ta udhëhequr për 4 vitet e ardhshme komunën e Haraqinës, Milikia Alimi, u zotua se do të jetë kryetare për të gjithë banorët, pa dallim përkatësisë partijake. Banorëve të Haraqinës së pari ju falenderona unë si kryetare e komunës që më përkrahën deri në momentin e fundit, tash e tutje dhe unë do t'i përkrahja ato, të gjitha projekte që I kena premtu dhe me Zotin Parë do të realizoj. Për këtë mandat 4 vjeçar, unë do të punoj për gjithë komunën e Haraqinës, për një Haraqin më të mirë për të gjithë ne. 57.81% e banorëve të komunës së Haraqinës të dielën I dhanë mbështetje kandidatës së Lidhjes Social-Demokrate. Kjo ishte një fitore absolute kundër kandidatëve të saj që në raundin e parë. Milikia Alimi është kryetaria e parë femër që do të udhëheq me komunën e Haraqinës.